Pas një muaji të rritjes së përjavshme të çmimeve të disa karburanteve, nga nesër vjen një lehtësim për përdoruesit e automjeteve. Nga mesnata nafta do të lirohet me 8 denar për litër, ndërsa benzinat me 4 denar për litër. Komisioni Rregullator për Energjetik pas seancës të SHN-s solli vendim që nga 11 gushti të hyjnë në fuqi çmimet e reja për karburantet me uljen mesatare për 5.81%. Çmimi i vajit ekstra të lehtë për ambistri ulet me 6 denar për litër, ndërsa çmimi i mazutit M1 është ulur për 2.8 denar për kilogram. Komisioni Rregullator për Energjetik kumtoi se llogaritja e çmimeve të ri bëhet sipas mesatarës së 15 ditëve të fundit. Edhe në çmimet e reja është zbatuar ulja e akcizës me 4 denar për litër të naftës dhe 2 denar për litër të benzinave. Ndonse pas festës së Ilindenit u tha që do të vendoset në seancë qeveritare të 4 gushtit edhe për TVSH-n. Deri më tani akoma nuk ka asnjë lëvizje nga Ministria e Financave. Shumica e akcizës përcaktohet në çdo 15 ditë dhe tani janë aktuale taksat e akcizës që u mirëtuan javën e kaluar, gjithsesi më 4 gusht. Përndryshe, taksat e akcizës janë nën jurisdiksionin e Ministrisë së Financave dhe KRREI i shkruan ato në mënyrë informative për publikun. Ne nuk marrim vendime për taksat e akcizës, ne vetëm i zbatojmë vendimet e qeverisë, përkatësisht të Ministrisë së Financave. Nafta deri më sot ka mbajtur çmimin më të lartë të 3 viteve e gjysmë të fundit, ndërsa rekordi historik ishte 111 denar për litër dhe të benzinave 110 denar, ndërsa ulja e fundit e akcizave u bë përkohësisht këtë pranverë dhe TVSH-s nga 18 në 10%.